Si vazhdon t'jetë lidhja juaj jashtë, më thuaj një përgjigje. Shiko, me sa jam edhe unë në djeni, se nuk mund të bëj kot kështu sikur nuk e kam parë, Gjesti e ka dhënë një intervistë përpara meje, ku është pyetur për këtë temë edhe e ka cilësuar që në post Big Brother. Në fakt, e pastaj një intervistën e tij që jetën private do private dhe unë nuk mundem të dal kundra kësaj gjëje për të folur kundër asaj çfarë ai ka zgjedhur që të flasë. Jemi okay. Unë kam shumë ndjesi të mira ndaj ti. S'mundem të... Keni kontakt? Po, kemi herë pas here kontakt. E di si e ka thënë ai, kemi një lloj marrëdhënie? Kemi një lloj marrëdhënie. Si është kjo lloj marrëdhënie? Mund të pyes? Ashtu, një lloj marrëdhënie. E ke parasysh Big Brotherin? E ke parasysh Big Brotherin? Se na keni parë 4 muaj. Shumë bile. Ashtu. Ashtu dhe jashtë, Unë po të pyes, sepse Gjesti nga koncertet e ti ka puthur një bluz, ku ishit ju të dy atje. Kështu që andaj deshtat një koment të ndin. E kam parë që është e vërteta, ma kanë dërguar te mase, se do jemi pjesë e medjave sociale dhe ndonjëherë bëhet e pamundur që t'i shmangësh këto detajet. Po e puth edhe unë nga këtu me qënë se bluzë nuk e kam. Okej, një puthje edhe nga studio, nga Egli. Por për të përfunduar këtë pjesë dhe këtë temë mbase, marrëdhëniet janë mirë. Marrëdhëniet janë okej. Jemi njerëz gjallë, çfarë prisni që t'jenë keq, t'jenë të mërshëm. Por ta kemi fundit, kur ka qenë me ta? Tani shumë detaje po kërkon t'i shpend. Fakti që je vllai i Çelikut dëshmoj jetë mirë, nuk të bën. Unë po e bëj punën time sepse kam shumë presion nga adhuruesit e tu. Kam shumë presion, ma beso. Nuk mundem të t'jap detaje të tilla. Në rregull. Por me kënaqësi të thash sepse. Nuk mundem të dal kundër asaj çfarë pala tjetër ka zgjedhur dhe unë më duhet ta respektoj këtë gjë sepse pastaj do isha. Po, çfarë po më pëlqen është që po e respekton Gjestin, po respekton veten dhe po respekton marrëdhënien juaj. Absolutisht. Ai e ka thënë vetë e do private, jetën private, gjithashtu e ka cekur, ka folë dhe pak për këtë marrëdhënie, besoj që kjo është mjaftueshëm. Po, për të qenë në këto linja, a është e vështirë që të kesh kaq shumë presion? Egli nga njerëz se po besoj se edhe në rrugë kur del, bën pyetje të shumta dhe duhet të jesh e sjellshme, duhet të tregosh e dashur me ta, sepse janë ata që të kanë shikuar. Sa është e vështirë kjo pastaj? Është e lodhshme në një pikë? Nuk mund të them e lodhshme, por mund të them po, e vështirë. Sepse vërtet ke jetuar atje brenda përpara kamerave dhe jeta jote ka qenë gjatë publike, po tani ti nuk jeton më përpara kamerave. Domethënë, jeta përpara kamerave ka mbaruar. Ti tani bën jetë pas kamerave. Dhe ajo çfarë transmetohet në kamera janë vetëm projekte të tua. Dhe publiku është shumë i etur të njëjtën kohë, sepse është mësuar. Pjesë nga jeta jote, patjetër edhe pjesë nga jeta jote, por gjithmonë duke respektuar edhe palë të tjera, sepse nuk mundesh asnjëherë një punë në çift nuk mundesh ta bësh vetëm. Kjo është ideja. Në rrugë, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, cili është një koment që të kalon përshtypje shumë nga dikush? Në rrugë? Që kur kthehesh mbrapa dhe e mendon të bjen mend si një koment i parë, diçka interesant, diçka jo fort e zakonshme. Që mund të më kenë thënë njerëzit. Nuk mund ta them. Pse s'mundet? Është too much. Është too much, a? Do duket sikur po egzagjeroj diçka. Ani zbute pak. Jo, më mirë, jo. Ajo që më erdhi mua. Po besoj që shumica janë fjalë mira. Jo, janë gjitha, edhe kjo është fjalë e mirë, thjesht krahasimi që është bërë është shumë hiperbol. Hiperbol, po. Shumica janë fjalë të mira edhe jam shumë mirënjohëse. E kam pritur gjithë këtë